Gjithsesi, Berisha duket se është më i fokusuar tek programi. Çiko Berisha duhet të heqja tek apelen se nuk i shko fare. Po që të bëjë ndaj Donald Trump. Mua të paktën në ato podium aty ato më kujton. Gjan si varianti më artificial amerikan i Trumpit. Përqendrimi më shumë tek fushata, te programi, te programi. Vjen si pasojë e La Civita? është dora e La Civita? Ka një ndryshim? Duke e marrë që nga ky elementi që përmendëm, pra edhe kapelet janë dore ti, po shiko, unë ndjej shumë pak dorën e këtij strategjisti të fushatës, siç na e kanë shitur, se të paktën nuk po e ndajmë dot, është lobist pra për llogarit non gradës Berishës, apo është strategjisti fushatës, apo është i të dyjave bashkë, derisa kontratën, siç u tha, e ka deri në fund vitit. A i vetë shpreu që është një person privat, nuk ka lidhje me as me departamentin? Po, ti është lobist, nuk është çështja që duhet punosh patjetër në departamentin e shtetit. Lobistët janë si zyra ligjore, siç kemi ne zyra ligjore, pra që merr përsipër. Po këtu se më ka marrë përsipër, paktën nga 2-3 intervista që ka dhënë. Sepse mund të jetë një dakordsi që këtë mund ta bëj underground, pra mund ta bëj në mënyrë të konspirative, le të themi, ose në mënyrë të padukshme. Dhe ka këtë aureolën e njeriut që po bën strategjinë. Në fakt, nuk na është thënë dhe sa para është paguar, po ndërkohë me faturën që kemi kuptuar në Amerikë, besojmë që ky hyn tek njerëzit me peshë madhe pagese dhe nuk e di ato milionat e dollarëve që do presim një ditë derisa ata i thot Berisha se s'po na i thot, po i bie rreth e qark kur e pyesin gazetarët. A do ja vlen vetëm për këto kapelet se një strategji tjetër të dukshme që të krijojë një dinamik të fortë, që të krijojë një lloj rezonimi të fortë politik, ne nuk po shohim. Nëse pastaj hynte strategjia, fjalimi i Ilir Vrenozit në Korçë, është strategji e La Civitas, unë nuk mendoj që ka ardhur nga Amerika për Kjo duket më shumë si kopje e Ramës. Domethënë, t'ia kthejmë të njëjtën monedhë. Paktën e mora se simbolik, pra unë nuk shoh një zoti Vrenozi bëri atë që bëri sepse tha atë që tha, siç e ndjen, siç e bën, siç ka shumë demokrat, del një demokrat të një fjalim brilant, jo si ky i Vrenozit, ka patur Ibsen e Lezin në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike para disa vitesh, që duartrokitën dhe ata që ishin njerëzit e doktorit dhe pse ai po në fakt po kritikonte doktorin. Pra, në një moment kur të gjithë dëgjojnë të vërtetën, atë realen, të vinë dhe duartrokitjet natyrshëm, e kupton? Dhe ky fjalimi emotiv i Vrenozit u duk se sfumoi edhe vetë Berishën. Pra, imagjino, Sarama bëri dhe ironi, pastaj me atë statusin e tij, duke thënë që e keni liderin e ardhshëm, e keni Ilir Vrenozin. Në këtë kuptim, opozita është e paqartë, e pakthjellët për të bërë një strategji të mirë. Si do veproja unë, jemi shumë vonë. Po se e themi, s'ka asgjë të keqe. Berisha është njeriu që i bashkon demokratët, edhe bazën, edhe ata që janë rreth e qarkëtit. Me të mirat, me të këqijat e veta, me problemet, me handikapet që kanë nga pikpamja politike e tjerë. Të zgjidhte një kandidat tjetër për kryeministër dhe vetë ishte njeriu i drejtimit politik. Me siguri do t'i prodhonte një sfidë shumë të fortë të Ramës. Po duke qenë vetë ai kandidat për kryeministër, këtu humbet shumë pikë opozita në raport me Ramën. Pra, nëse vë Edi Ramën dhe Sali Berishën, njerëzit me siguri, edhe pse s'dua t'i bie në qafë dhe zodoja që të ndikoja nuk e votojnë PD-n pikërisht prej zotit Berisha. Prej zotit Berisha. Pse? Sepse PD-ja iku nga Berisha për shkak korrupsionin 2013. Pra, vota masive, ato 1 milion shumë plakat e famshme që ne kemi thënë, ishin shpull antikorrupsion, sepse degradoi qeverisja e Berishës në korrupsion. Dhe u largua për shkak të korruptimit dhe degradimit të administratës. Tani ti vjen me kartën e antikorrupsionit, ndërkohë që vetë je në një përballje ligjore për akt korruptiv. Je në një non grata të justifikuar edhe me probleme të korrupsionit. Atëherë si të besojnë njerëzit për të shmangur gjithë këtë, pavarësisht se ai ka të vërtetën e vet. Dhe është në gjithë legitimitetin e vet që ta besojë të vërtetën e vet, ti thotë dhe njerëzve që më besoni, çështja është a të besojnë njerëzit apo jo. Dhe në një kosto elektorale, po apo jo, ose gjysëm po, ti nuk mund të luash sepse rrezikon 4 vite të falura pushtetit tjera, një mandat i 4 për kundërshtarin tënd, praktikisht. Nëse nuk kemi surprizë me partitë e reja. Këtu tani ndalemi pak. Prandaj ta ngrita topin. Partitë e reja. Cila prej tyre po të surprizon
cila prej tyre ka ndonjë veçanti? Agron Sheja im ka surprizuar shumë. Agron Sheja im ka surprizuar, sepse